Përkundrazi, janë të angazhuar që me çdo mjet dhe mënyrë të përcjellin jashtë kufive të Shqipërisë hobin e zi që ky vend është një narkoshtet. Dhe ndërkohë, këtu brenda janë të interesuar që vetëm të pengojnë. Prandaj, pa hequr dorë në asnjë moment dhe për asnjë arsye nga gatishmëria për të bashkëpunuar nëse do të vinë të ulen në tavolinat e bashkëpunimit, ne nuk do presim për asnjë rast dhe arsye askënd për të vazhduar të bëjmë punën tonë. Kjo do të jetë shumë e qartë. Unë e mirë kuptoj shumë edhe thirrjen e miqve, partnerve, predikuesve të dialogut, të bashkëpunimit, konsensusit. E mirë kuptoj, jemi të gatshëm, por bashkëpunime, dialog dhe ulje në një tavolinë përbashkët me zor, unë nuk kam parë. Kështu që për ne e rëndësishme është që asnjëherë dhe për asnjë arsye të mos mbyllim derën. Asnjëherë dhe për asnjë arsye mos marrim kariket e tyre bosh edhe ti larg qoftë djegim siç i digjin ata. Kariket bosh janë aty, duan të vinë, le të ulen. Duan të bashkëpunojnë, bujrum. Duan të japin alternativë, mirë se të vinë. Për të tjerat, rrugët janë të ndara, ne përpara, ata mbrapa. Ne gjithmonë më përpara, ata gjithmonë më mbrapa. Po keni parasysh që sa më mbrapa të mbeten, aq më e fortë do të vijë hona e lehjes së tyre. Sepse ajo që ata bëjnë, në shqipen time quhet lehaqenie. Në ndërkohë, dua të vazhdoj duke thënë se duhet të mendohet përveç tjerash edhe ngritja e një grupi nismëtar për ndryshimet kushtetuese. Ne kemi shtruar qysh në krye të këtij mandati nevojën që Parlamenti i Shqipërisë të zvoglohet në numër. Kemi një parlament me 140 vet dhe fare mirë mund të kemi parlament me 100 vet. Gjë që do ta mirëpriste publiku, gjë që do të racionalizonte forcat dhe burimet e tjera, por nuk është vetëm kjo. Ka dhe aspekte tjera që duen rivizituar nga sigurisht njerëzit që dinë se çfarë shohin, dinë çfarë lexojnë, dinë çfarë thonë dhe çfarë shkruajnë kur vjen fjalë tek kushtetuta e Shqipërisë. Kështu që duhet ngritur një grup që pastaj të hapi një proces, natyrisht është shumë më tepër se sa një reformë zgjedhore apo një reformë administrative territoriale, kështu që kërkon shumë më tepër hapësirë, angazhim, burime etj. Por duhet nisur kjo punë. Duhet nisur kjo punë, ambicia e jonë duhet jetë që në fund të mandatit ne të kalojmë edhe një reformë kushtetuese. Në ndërkohë dua të vazhdoj me çfarë u tha këtu, duke ju referuar një momenti të ngritur nga kryetari i Komisionit të Sigurisë dhe Mbrojtjes, i cili u referua organizimit të një digjese me ministrën e Brendshme si një shembull që në këndvështrimet e tij unë nuk e kam ndjekur, është një shembull për tu
zhvilluar më tej, sepse krijon mundësi që të ketë dialog dhe të ketë përpjekje konstruktive që disa gjëra që janë thjeshtësisht vërteta dhe mbulohen nga balta, nga tymi, nga mjegulla, të mund të dalin pa. Është mirë që këtë temë ta trajtojmë dhe të krijojmë më tepër hapësirë si grup parlamentar për të pasur dëshmi të ministrave apo të tjerëve lidhur me çështje që kanë interes për publikun. Pra dëgjesa të parlamentit. Ka shumë pak dëgjesa, sepse nga ana tjetër kemi një qet e cila nuk e njeh dëgjesën, po njeh vetëm komisionin hetimor, ose e thënë ndryshe, ftesën për një teatër palte. Dëgjesat janë praktik e konsoliduar parlamentare në vendet normale dhe ne duhet, nuk mund të presim që se zakonisht dëgjesat, zakonisht, por në shumë raste ato i organizon dhe shumica, por zakonisht janë një instrument i palës që është aty për të bërë opozit me shumicë. Kështu që mirë do t'jetë t'i organizojmë. Na duhen dëgjesat edhe si një instrument institucional për të trajtuar çështje të cilat janë çështje të një rëndësie dorës parë për vendin, por degradojnë në copza trillimesh edhe historish që hidhen për të helmuar publikun. Për shembull, në Shqipëri po ndodh diçka që është tërësisht e re. Shteti po merr pjesë në sipërmarrje. Krejt e kundërta e rrugës që çon në abuzim me asetet publike, në abuzim me fondet publike. Dhe kur them abuzim nuk kam parasysh thjesht abuzimin për qëllime e përfitimi, por dhe abuzimin në mungesë të një qasje largpamse. Dhe sot, jo më larg se sot, në ndërkohë që ne flisnim këtu, zhvillohej seanca e fundit e negociatave dhe mund tjetë akoma në zhvillim, me një nga ekselencat më të mëdhaja të botës, që është Fincantieri, kompania e madhe publike italiane, e cila është lider në prodhimin e anijave, të gjitha përmasa. Dhe falë kompanisë tonë publike që ne kemi ngritur Kajos, ne kemi hyrë në një marrëveshje me Fincantierin për një kompani të përbashkët, ku 51% do t'i kenë italianët, 49% do t'i ketë shteti shqiptar. Shteti shqiptar. Dhe ku aktiviteti i kompanisë në portin e Pashalimanit do të bëj që nga njëra anë ushtria shqiptare të vazhdoj të ngrej forcën e vetë detare, duke i prodhuar në vend anijet në dispozicion të saj, do të bëjmë mirëmbajtjen e tyre me një kompani ku shteti shqiptar është aksioner, dhe patjetër që do të krijoj punësim të specializuar me paga
të larta. Nga ana tjetër, kjo kompani do të marrë porosi nga vendet tjera dhe do të ndërtoj anije të kalibrave të ndryshëm nga ato që ndërton Fincantieri në kantierin e vet, të cilat do t'i shesë. Dhe nga shitja, shteti shqiptar, forcat e armatosura, do të përfitojnë 49%. Do të bëjmë mirëmbajtjen e anijeve të rojes bretetare të vendeve të NATO-s në Shqipëri. 49% shteti shqiptar. Dhe pa tjetër që kjo linjë prodhimi do të thotë dhe transferim teknologjie, do të thotë dhe shumë të tjera më pas. Ky është vetëm një shembull. Ndërkohë, ju dëgjoni që është krijuar një kompani Kajo për të kanalizuar paratë e drogës dhe për t'i hapur rrugë kontrabandës armëve. Kjo është akuza. Apo ja. Kjo nuk është kompani private, nuk është një kompani pas cilës fshihet ndonjë person privat, kjo është kompani i shtetit shqiptar. Dhe pse është krijuar kjo kompani? Rritja e buxhetit të NATO-s për gjitha vendet bëri që qysh në momentin e lançimit kryeministria të bëhej si një supermarket ku hynin dhe dilnin shitës që donin takohesh me mua nga gjitha vendet për të më thënë kemi motora, kemi makina, kemi aeroplana, kemi helikoptera, kemi pushk, kemi raketa. Tani më falë, ne jemi budallej këtu, që parat e buxhetit t'i përdorim thjesht dhe vetëm për të blerë, ndërkohë që me ato para, ne sigurisht do blejmë çfarë nuk e prodhojmë dot, se ne nuk prodhojmë dot helikopter, por ne makinat e ushtrisë do i prodhojmë vetë. Do t'i prodhojmë vetë. Dhe ju do të shikoni që do t'i prodhojmë vetë. Dhe do t'i prodhojmë vetë jo vetëm për ushtrinë shqiptare, po do t'i prodhojmë dhe për eksport. Po mirë, jemi budallejne që të vazhdojmë të bëjmë tendera uniformash që i përfundojnë gjithmonë me komisione e prokurimit në hetim dhe pastaj me njerëz që shkojnë në burg për perimetrin e kapeles policit që policët e kanë kokën kaq edhe ja keni bërë të vogël dhe nuk i bën se keni vjedhur çerekun e kapeles apo se për rrypat e ushtarëve. Ndërkohë që ne kemi dijen më të madhe në Europë këtu për të qep. 30 vjet që qepim për Versace, për gjithë saqet e botës, e tashti do vazhdojmë ne të bëjmë jo. Ne kemi krijuar edhe këtu kompaninë e përbashkët. Ndërkohë që ushtria suedeze, Ministria e Mbrojtjes suedeze porosit uniforma për ushtrinë suedeze në Shqipëri, në një kompani fason në Shqipëri, ne një histori e pafundme tenderash për uniforma. Jo, të gjitha uniformat e shtetit shqiptar do t'i prodhohen në Shqipëri dhe do prodhohen nga shqiptarët në këtë rast. S'kemi nevojë as për kompanit huaj. Dhe natyrisht, kjo kompani do të prodhojë uniforma dhe për vendet e tjera. Dhe kjo kompani do të shërbej edhe si bazë produse, edhe si porositës për fabrika të cilat janë në pikë të hallit, sepse Versace nuk i çon më aq porosi sa duhet, sepse euro, sepse kështu, sepse ashtu. Dhe kështu do ngrem dhe kjo nuk është një gjë që do ta bëjmë në të ardhmen. Kjo po ndodh aktualisht. Do të jeni shumë të mirëpritur kur të filloj
prodhimit dhe të dalin produktet e para të kësaj kompanie dhe do dalin brenda këtij viti, nuk do dalin në 2030. Po mirë, jemi budallëne që për çdo lloj droni duhet shkojmë të kuturisemi për t'ja u blerë tjerëve? Pse nuk i prodhojmë dot me dronët inteligjent në Shqipëri? Çfarë na pengon? Dhe ne kemi filluar punën për të prodhuar dronë inteligjent në Shqipëri dhe jo dronë të thjeshtë, dronë të sofistikuar. Përsëri me shtetin brenda. Tani çfarë është kjo? Pralla që i tregohet shqiptarëve çdo ditë se ne po ngrem nga të katër anët fantazma për të marrë lek. Nëse ne do ishim njerëz ose do ishim një forcë që punon për të marrë lek, ne nuk do ngrinim një sistem të tërë prokurimesh që praktikisht po shkon drejt mbylljes së të gjitha hapësirave të abuzimit me prokurimet. Dhe nuk do ishim sot që flasim. Sot. Vendi me i parë në klasifikimin e vendeve kandidate për Bashkimin Evropian për integritetin e prokurimit publik. Natyrisht që kjo është një histori që vazhdon. Kështu që ne do kemi një industri ushtarake që do prodhojë në vend gjithçka që mund të prodhohet në vend dhe që nuk do vazhdojë ta mieli buxhetin e shtetit, sepse këtu është fjala se si taksat që ne marrim nga shqiptarët për t'ju përgjigjur detyrimet NATO-s të mos heqin asgjë nga çfarë na duhet për të përgjigjur detyrimeve ndaj njerëzve, për shërbimet, për kopshtet, për shkollat, për çerdhet, për spitalet, për qendra shëndetësore, për. Janë shumë. Si do ta bëjmë këtë ne? Këtë mund ta bëjmë duke e bërë shtetin sipërmarrës. Jo thjesht merr buxhet shteti, harxho buxhet shteti dhe ngri duart lart, dua më shumë buxhet. Të njëjtën gjë i kemi kërkuar bashkive, por kjo është një temë tjetër. Dhe bashkitë, jo për ushtrin, po për të ndërtuar kompanitë. Duhet hyjmë në këtë fazë. Sot në Shqipëri nuk merr dot më tokë, për shembull, me që flasin për AIC-n. Një qet ignorantësh të ligj, jo vetëm ignorant, po dhe të ligj, flasin për korporatët shqiptare të investimeve. Korporata italiane investime, e njëjta, është njëjti model, nga ata e kemi marrë, dhe nga spanjollët, po fles për italianët, sepse me italianët bashkëpunojmë. Ka 460 miliard euro asete vlerë. Korporata italiane investimeve ndërton eksaktësisht si AIC-ja. Pallatet e drejtësisë, ndërton godinat për institucionet, ndërton godina sociale. Duke bërë çfarë? Eksaktësisht duke përdorur asetet ekzistuese dhe duke hyrë në bashkëpunim me privatët. Shqipëria e deri djeshme bashkëpunimin me privatët e shifte ndryshe. Kjo është Shqipëri tjetër. Këtu ne përfaqësojmë shtetin, privati përfaqëson veten dhe një pjesë të suksesit financiar e merr shteti. Nëse ne do ishim ata që thuhet se jemi, pse do i bënim tonë? Ne i bënim vërtet ato që na i thonë ata që i kanë bërë, ose që kanë dashur t'i bëjnë, ose që si bëjnë dot më. Ose si bëjnë dot më. Edhe tregojnë pralla.